Në shkollën e rindërtuar Ndremjeda në Shkodër, u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të qeverisë dhe mësuesve, ku u diskutuan çështje që lidhen me cilësinë e arsimit, investimet në infrastrukturën shkollore, rritjen e pagave dhe sigurinë në institucione. Në takim ishin të pranishëm zëvendës kryeministrja Albana Koqiu, ministri i arsimit Mirela Kumbaro, si dhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci. E kemi dhe unë e them me plot bindje larguar politikën nga arsimi, nga shkolla. Mësuesit sot përzgjidhen nëpërmjet platformës Mësues për Shqipërinë, duke qenë një proces tërësisht transparent, meritokratik që i garanton kujdo që aspiron për të patur një karrierë profesionale në mësimdhënie të fitojë një vend pune vetëm mbi bazë të meritës dhe jo mbi bazë të njohjeve. Ndërkohë patjetër që kapitali njerëzor nuk është vetëm me njerëz të dedikuar dhe të përkushtuar, do duhet të motivohen dhe një nga faktorët kryesor të motivimit është paga. E për këtë unë ndihem shumë mirë që ne arritëm që në vitin 2024 të bënim një nga reformat më të forta sa i përket rritjes së pagave në arsim, rritjes së pagave të mësuesve, duke bërë të mundur që paga mesatare të shkojë në 950 euro dhe duke bërë të mundur gjithashtu njohjen e vjetërsisë, nëpërmjet një formule e cila motivon dhe vlerëson akoma më shumë mësuesit me eksperiencë pune, profesionistët që e kanë kaluar jetën e tyre duke dhënë dijen, pasionin, përkushtimin për mësimdhënien. Nga ana tjetër, të gjitha këto, edhe investimet në shkolla, në infrastrukturë, por rritja e pagave, e cila filloi në vitin 2024, por çdo vit është duke u rritur jo vetëm në arsim, por edhe në fusha të tjera, nuk mund të bëhen, nuk mund të jetëzohen pa një ekonomi të qëndrueshme. Gjithashtu u fol për reformat në sistemin e punësimit të mësuesve dhe masat për rritjen e sigurisë në shkolla. Edhe kur sot kemi mundësinë që vetëm në një ditë arritëm të shikojmë vetëm 3 nga projektet këtu në Shkodër dhe vetëm në qytet, pa shkuar në për projekte të tjera investime shkollore përtej qytetit në zona të tjera të Shkodrës dhe të Qarkut, është se fal rritjes ekonomike mund të rrisin, siç e thatë me drejt, edhe rrogat, mund të shtojmë edhe investimet. Se na vjen mirë kur na rritet rroga, sepse është legu që hyn drejt për drejt në xhep. Një rrogë mesatare për mësuesit 950 euro sot është e pakrahas, nuk është e mjaftueshme. Nuk themi që na mjafton. Sigurisht, sepse sa më shumë kemi, aq më shumë rriten pretendimet dhe aq më shumë kemi ambicie për të rritur standardin vetes tonë, jetës tonë dhe familjes. Por krahasuar me 5-6 vite më parë, 7 vite nuk po shkojmë më tutje, ky është një ndryshim i madh. Ndërkohë, po kështu në janar, hyri në fuqi edhe indeksimi për 2.5 i rrogave, edhe kjo u përkthyer në një rritje të rrogës së mësuesve dhe garantimi për një pjesë tjetër të stafit që nuk ndodhet këtu, po pa të cilët ne nuk e bëjmë dot mirë punën tonë, ai stafi që shërben dhe që rrogën minimale sot e ka 500.000 lekë të vjetra. Autoritetet u ndalen te procesi i rindërtimit të shkollave, si dhe programet që synojnë përfshirjen e nxënësve në aktivitete praktike, si Art e Zeje.